Në qytetin e Bitolës u çel ekspozita Etno Art vjen në Bitola. Aktiviteti u organizua nga Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Korç në bashkëpunim me Institutin e Muzeut të Bitolës dhe mblodhi përfaqësues të institucioneve kulturore, artistë, studiues dhe publik të interesuar për etnokulturën e rajonit. Ekspozita paraqiti 25 fotografi artistike që pasqyrojnë punën e kostumografes Lirika Pojani në riprodhimin e veshjeve tradicionale shqiptare, si një formë bashkëkohore për të ruajtur dhe përçuar trashëgiminë kulturore. Unë jam shumë e lumtur sepse të gjitha punët e mia të bërë në foto sigurisht dhe të gjitha elementet e kostumeve të zonës së Korçës, duke përfshirë kolonjë, opar, u bënë në foto dhe u hap një ekspozit me këto kostume. Sepse tek e fundit i kemi dhe komshinj, i kanë shumë të bukura kostume të pasura, biles unë i kanë bërë kostumet e Prespës dhe ati u prezantova në miniatur me një kostum të Prespës dhe u kënaqën shumë. Të pranishmit e vlerësuan ekspozitën si një përvojë që forcon bashkëpunimin kulturor dhe ndihmon në ndërtimin e urave të reja mes komuniteteve në të dy anët e kufirit. Kishte interes shumë dhe u prit shumë mirë aktiviteti. Shiko, jo vetëm që ne veçojmë unë sigurisht që çoj punën time, por çojmë ca vlera të qytetit, që themi që t'i ngrejmë tradita është tradit. Dhe duke parë, duke njohur bilesi, i ftova dhe në fund të vinin ta shikonin Etno Artin se kishin interes për të njohur jo vetëm me kostumet, por edhe me të gjithë çka paraqet Etno Art. Etno Art u konsiderua si shembull konkret i mënyrës se si arti përmes një qasjeje profesionale dhe ndjeshmërie kulturore mund të shërbejë si një formë moderne e ruajtjes së trashëgimisë dhe promovimit të identitetit të përbashkët evropian.